A jeni ndjerë ndonjëherë të mbingarkuar nga sfidat e përditshme të jetës? Imagjinoni të gjeni një çelës të thjeshtë për paqe të qëndrueshme. Historia jonë fillon me një grua të lodhur nga dita e saj, e cila gjeti ngushëllim në lexim. Pas reflektimit të saj të qetë, ajo i preku butësisht fytyrën dhe përshpëriti: "Faleminderit, Zot." Pikërisht në atë çast, një paqe e thellë u vendos në zemrën e saj. Kjo nuk ishte kalimtare, ajo zgjati, edhe pse lindën vështirësi të reja. Mirënjohja e saj e sinqert u bë një mburoj, një burim i vazhdueshëm qetësie mes stuhisë. Kjo rrëfim i fuqishëm na kujton, një falënderim i përzemërt jehon më thellë dhe zgjet më shumë se një kërkesë e thjeshtë. Ai ndryshon perspektivën tuaj, duke transformuar momentet e vështirësisë në mundësi për paqe. Po sikur mirënjohja të mund të ndryshonte ditën tuaj, filloni me hapa të vegjël. Gjeni një gjë për të cilën të jeni mirënjohës tani. Ndani mendimet tuaja më poshtë dhe abonohuni për më shumë njohuri frymëzuese.